Faqja na ishte dikur kujton sot një kolos të skenës dhe ekranit shqiptar, të madhin dhe të paharuarin Kadri Roshi. Kadri Roshi lindi në 4 janar 1924 në Ballç të Mallakastrës, i biri i Maksut dhe Sabrije Roshit, me prejardhje nga Lipohova. Që në fëmijëri, jeta e tij u përball me dhimbjen më të madhe që mund të njohë një njeri. Ishte vetëm 2 vjeç kur humbi të ëmën, dhe kur mbushi 12 vjeç, humbi edhe tatin. Jetim në një vend të varfër, në një kohë të vështirë. Por pikërisht aty nisi të formohej karakteri i fortë i njeriut, që më vonë do të bëhej një nga figurat më të mëdha të artit shqiptar. Para se të ishte aktor, Kadri Roshi ishte qirak. Para se të ishte artist, ishte portier kinemaje. Para se të ngjitej në skenë, njohu jetën nga poshtë, me sakrificë, durim dhe punë të rëndë. Dhe ndoshta pikërisht kjo e bëri aq të vërtet në çdo rol që interpretoi. Studimet e larta i përfundoi në Zagreb të Kroacisë. Atje u formua profesionalisht, por shpirti i tij mbeti gjithmonë shqiptar. Në moshën 21 vjeçare, u kthyren atje dhe nisi punën si praktikant në teatrin popullor. Pak më vonë, u bë aktor i këtij teatri, duke qenë ndër krijuesit e tij. Që nga ajo ditë e deri në fund të jetës, Kadri Roshi nuk u nda më nga skena dhe ekrani. Ai numëron rreth 180 role në teatr dhe kinematografi, 180 jetë të ndryshme, 180 fate, 180 zëra që morën formë përmes tij. Ai interpretoi burrin e fortë, intelektualin, fshatarin, partizanin, plakun e mençur, autoritetin dhe njeriun e thjeshtë. Por mbi të gjitha, interpretoi njeriun me dinjitet, me forcë, me fisnikëri. Në skenë dhe në ekran, Kadri Roshi ishte gjithmonë i vërtet. Nuk luante për të rënë në sy, luante për të lënë gjurmë. Gjatë karrierës së tij, ai pati pranë emrat më të mëdhenj të brezit të artë të teatrit shqiptar: Drita Pelingu, Violeta Manushi, Tinka Kurti, Reshat Arbana, Marika Kalamata dhe shumë të tjerë. Me ta ndërtoi një epokë që sot quhet me të drejtë epoka e artë e skenës shqiptare. Kadri Roshi u bë legjend jo sepse luajti shumë role, por sepse çdo rol e bëri të paharrueshëm. Nga Tana e vitit 1958 tek I Teti në bronz, General Gramofoni, Ball për ball, Kolonel Bunker, Alipash Tepelena dhe 10 filma të tjerë, ai la figura që sot janë pjesë e identitetit kulturor shqiptar. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, u nderua me çmimin e karrierës në Festivalin e Filmit Artistik në vitin 1995. Në vitin 1997 mori çmimin e madh të nderit, dhe në vitin 1999 u shpall nderi I Kombit. Por për publikun, titulli I tij më I madh ishte Dashuria. Dashuria e njerëzve që e pan, e dëgjuan dhe u rritën me rolet e tij. Kadri Roshi u nda nga jeta më 6 shkurt 2007 në Tiranë, por ai nuk u largua kurrë nga skena shqiptare, sepse arti I vërtet nuk vdes. Ai jeton në kujtesë, jeton në zëra, në role, në histori. Dhe emri I Kadri Roshit do të mbetet për herë një kolos I teatrit dhe kinemas shqiptare. Faqja na ishte dikur e kujton me ndevim e respekt.